Çfarë kuptimi mund të kishte një përshëndetje e tillë? Për angjëlli I tha asaj: Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir përpara Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh atzant dhe do lindësh një djalë, që t'ia vësh emrin Jezus, sepse ai do të jetë I madh, dhe mbretëria e tij do të ketë kurrë të sosi. Dhe Maria I tha angjëllit: Si nuk do të t'ia prodho t'ia burr? Dhe angjëlli I tha: Fryma e shenjtë do të zbresë mbi ty, dhe pushteti I shumë të lartë do të mbulohet me hijen e vet. Prandaj, I shenjti që do të lindë prej teje do të quhet biri I Perëndis. Atëherë Maria ju përgjigj atij: Ja shërbëtorja e Zotit, dhe do ndodh sipas fjalës sake. Atëherë Maria ishte premtuar Jozefit, por para se ai të fillonin të rrinin së bashku, ja që Maria mbeti shtatzan nga fryma e shenjtë. Atëherë Jozefi, fejuar I saj, I cili ishte një njeri I drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, vendosi ta lindte fshehta. Ki frikë të marrësh Marin si gruan të, ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'ia vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit, e thënë në anë të profetit që thotë: Ja, virgjoresha do të mbetet shtatzan dhe do të hinjë një djalë, të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Zoti me ne. Dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç kishte urdhëruar angjëlli I Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Dhe Jozefi doli nga qyteti Nazaretit të Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhej Betlehem, sepse ai ishte për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e tij, me të cilën ishte martuar dhe që ishte shtatzan. Kështu, ndërsa ishte atje, asaj I erdhi koha të lindë. Ajo lindi djalin e saj të paralindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grasht, sepse në Han nuk kishte vend për ta. Tani, në pas krahin, ishin disa barinj që rinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopën e tyre. Dhe ja një angjëll I Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre, e ata I zuri një frikë e madhe. Por angjëlli u tha atyre: Mos zdruani, sot po I lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë botën. Sot në qytetin e Davidit lindë për ju shpëtitari që është Krishti I Zotit, dhe kjo do të mbledhë si shenjë. Atë do ta gjejë me pelena dhe të shtrihej në një grasht. Dhe menjëherë, angjëlli ju bashkua një shumicë ushtrisë qellore që luftonte Perëndin, duke thënë: Lavdi Perëndis në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë, njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Dhe ndodhi që kur angjëllit u larguan prej tyre për të kthyer në qiell, barinjt I thanë njëri tjetrit: Shkuan pra në Dipin deri në Betlehem dhe gjetën Marin dhe Jozefin dhe fëmijën që ndodhej në një grasht dhe ranë përmbys dhe adhuruan. Pas Jezusi lindi në Betlehem të Judes në kohën e mbretit Herod, ja që disa dietar nga lindja arritën në Jeruzalem duke thënë: Ku është mbreti I Judeut që ka ardhur, se ka mbyllën e tij në lindje dhe erdhi të ta adhurojë. Mbreti Herod kur dëgjoi këto fjalë u shqetësua dhe bashkë me të mbar Jeruzalemin. Dhe mbasi I mblodhi të gjithë krerët e priftërinjve dhe skribët e popullit, I pyeti ku duhet të lindte Krishti. Atëherë ai thirrri fshehurat dietarët dhe I pyeti me hollësi se ku e kishin parë yllin për herë të parë. Dhe dietarët thanë: Ka mbyllën e tij në lindje edhe mbledhën për ta adhuruar. Atëherë dietarët ndoqën yllin që ndriçonte lart në vendin ku Jezusi kishte lindur, dhe ata shkuan dhe ofruan dhurata për Jezusin, për Zotin.
dhe ata ranë në këmbët e Jezusit dhe e adhuruan. Ata janë kaq të bukur, edhe Jezusi është kaq i mrekullueshëm, edhe barinjt, por adhurojnë Zotin e vogël që sa Zotin e vërtet që sapo ka ardhur në një formë fëmije, në një formë foshnje në tokë, edhe dietarët kanë dhuruar dhurata. Por ne kemi të fortë veçantë dhe presim gjithashtu edhe dhuratat e tyre që ata kanë përgatitur.